LDK-s Janina Ymeri. Zënë Ymeri, mirëdita, mirësardhët. Mirëdita, mirësëgjeta. Sot në kuvend nuk u miratua rezoluta e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës për çmimet e naftës. Si e shihni ju mos miratimin e saj? Mos miratimi i saj ka shërbyer dhe interesave qeveritare për mos me ndiku në vlerën e TVSH-s, se largëtohet ose merret nga shitja e naftës, edhe pse me çmim më të lartë. Edhe normal argëtimi edhe ose marrja e vlerës nga aksiza. Pra këta nuk kanë ndesh me prek as pak buxhetin, po veç me rrit buxhetin nga çmimet e rrituna. Edhe kjo nuk është se na ka çudit, e kemi pritë që s'kanë me votu rezolutën. Rezoluta gjithashtu nuk e ka pas veç pra ulljen e TVSH-s, vlerës të TVSH-s ose aksizës, ka pas edhe në pakon rezolut pra dhe metodat e subvencionimit, ose paktën subvencionimi i transportit publik, pas kjo nuk ka shku. Po, dhe në përgjithësi, si e vlerësoni veprimet apo edhe mos veprimet e qeverisë në lidhje me situatën me çmimet e naftës, më falni, pasi që tashmë kjo edhe ka krijuar një efekt zinxhiror edhe tek sfera tjera dhe të çmimet e produkteve të tjera? Po tash për ata që jo veç janë institucionalist, njerëzit që dojnë me punu, gjithashtu edhe dinë se si mbohet vendi, ndaj shtetëformimi që e kanë kalu, na i kena kalu 26 vjetë, e dim që do të me punu çdo ditë për me mbajt një vend gjallë dhe me mbajt në progres të unë. Ta ka me populizëm, i bjem me propagandë, që na kena me bo krejt, ata në fakt, po ku nuk i bojnë canët elementare. Pra nuk është çudi, se s'mund është me i kontrolu as çmimet e naftës, as në çmim tjetër me çmim tavan. Nuk ka kur gjë klik, nuk mbohet shteti me transfer financiar, po me transakcion financiar. Kjo ka qenë metodët tëne. Po ditë pas dite, po krisët, shtet mbajtja nga ana e qeverisë vetëvendosje. Është kriza energjetike, rrymës, është çmimet e naftës, tash po janë edhe çmimet e produkteve. Rriten normat e interesit, tash për shembull kena rritje normave të interesit kredis, se edhe banka qendrore e sheh se është krizë. Edhe po njerëzit po marrin kredi për lloj-lloj gjona për konsumim. Po gjithmonë e kanë marrë për konsumim kuptimin për shtëpi. Ashtë morin edhe për gjëna shumë ma thjeshta se s'ka pare në qarkullem. Gjatë ditës ASK-ja, apo Agjencia e Statistikave, ka publikuar të dhëna për inflacionin për muajin mars, që ka arritur në 6.7%. Nëse analizojmë pra këto shifra, çfarë flasin këto për gjepat e qytetarëve? Gjithmonë, nëse ngritja është për shembull prej vitit e në vit, i kena edhe 6 cent ma shumë, ose 6.7%. Tash nëse i kena pas 100 euro, 106 euro. Gjithmonë përshkojna për të njëjtin gjë. Gjithmonë përshkojna ma shumë e ma shumë. Nëse është muj për muj, atër vlera rritet pej mujt e në muj. Kjo i bjen që na e kena provu inflacioni ku ka arrit në vlera maksimale enorme në vitet e 90-ta. Në atë kohë kush e mën men, vlera pareve ka hupë në dorë. Nëse me qato pare që i ke pas në dorë, ke blej diçka mas dite s'ke mujt ma me blej. Ka që shumë ka lëviz parja. Së dhe ki pi mujt e në muj. Gjithmonë, shporta e konsumatorit po je ma e vogël e ma e vogël. Ma herët, për vitri, me 100 euro, i ke mu shko gjamir kese, tash është to. Tash është ma pak e ma pak e ma pak. Bile nëse blejmë produkt që shtrejta me 3 kese e kry. Parja që nuk investohet, hup vlera saj. Këto veç është sill parja. Është sill më anë të konsumimit tonë që e kena pas, pra nuk është zhvillu ky vend. E kena marrë importin, dogana edhe TVSH-ja, dogana e ka nalë pjesën e vetë në kufi, na e kemi konsumu. Gjithashtu janë marrë parët për emigrantëve edhe i kemi konsumu. Kur gjë nuk është investu? Nuk është investu as në arsim, as shëndetësi, edhe krejt parën tonë në ato e që jashtë. Spitale private, shkolla private gjithashtu, jashtë venit emigrimi, rrymën e blejmë, naftën e blejmë ashtrajt, edhe fabrikat e keqapit, që shto të nuk bohen. Në konë rane madhe, keqapin e blejmë shtrajt e ma shtrajt. Bile pi blejmë në dëmatë shtrajt e ma shtrajt. Pra, për na që e kemi për cilë, se qësh mbohet, se qësh duhet me shku një ekonomi, qësh duhet mu zhvillu, e dim sigurt që nuk zhvillohet me lafe, as me rana, duhet me punu. Fakti që nuk është bo as në investim kapital, i bje që nuk e kelon as parën qarkullim. E jo mo që
për mos me tregu dhe që kanë bërë gjëra tjera e që për shembull sot e kena pas temën e terminalit doganore. Buxheti harxhohet për terminale doganore ku nuk janë gjendje mi marrë as çato që i kanë marrë. Çka është kjo? Propagandë për me kallëzu që i kena shtetëzu terminalet, pse mos me lënë këtë punë bizneseve me shku me terminale që kanë pas njëtin e mos me ndrejq klimën e biznes bërjes. Është kontra. Lek, vend që me investu, raj. Vend që me marë parën edhe me ndrejq biznes bërjen klimën, biznesit për në shkojnë jashtë. Nuk është që di që inflacioni shkojnë 6,7%. Gjdo pare që nuk gjenë vend, nuk rënjosët në tokë, ka me hublerën. Kur i përmend të gjitha këto, pra dhe kur po flasim edhe për çështje të ndryshme ekonomike, të kthehemi tek çështja e energjisë. Zyra rregullatorit për energji ende nuk e ka publikuar raportin konsultativ për të hyrat maksimale që përcaktojnë edhe tarifat e energjisë për këtë vit. Si e shihni ju këtë vonesë nga ky institucion? Veç ta marrni shembull me inflacion. Një kryefamiljar shembull i ka fëmijë ose kryefamiljare edhe investon jep vaksinat një fëmijës vet. E çon shkollë, e bën kimi kry fakultetin, e që ai fëmijë ku të rritet me him punë edhe me dal në veti. Çka ka ndodhur këtu? Ka ndodhur që një fëmijë e ke rrit, e ke majt, edhe janë rrit nevoja ti më nuk mundesh me mbajt se s'ke investuar ta. Çe për shkallë ku ndodh prej neve. Ma një krye familjar që a jep një fëmijës vet 5 vjet, ju ka bo 20 vjet, lyp pare shumë, po nuk i dalin mo, se nuk e ka shkollu, nuk e ka arsimu si duhet. Që shkallë të ndodh me neve? Neve na u kanë rrit nevojat, ta shpimarëm edhe për emigrimit, po fakti që s'është punu me neve si qytetar, që nuk investu që duhet, që dhe është pjedh paraja, sot neve nuk na dalin. Te energjia elektrike, vonimi i tarifat është po, e se i lojmit, ma mi themi, është se është vendim politik. është bombak vendim politik që nuk ka qendosht më konë. Për shkak që rritja e çmimeve të rrymës mund të ngjall krizë sociale. Edhe mundet me pas edhe protesta masive, për ata janë të shty, mendoj që kanë me shty deri në alshimin e pakos 200 milion, e që po thuajmë zbut inflacionin. Me që e përmendur, pra pikërisht këtë, që është përmendur edhe një pako e radhës sa i përket, të themi, ndihmës nga qeveria, si e vlerësoni ju këtë formë? Apet prapë është pare. Pare për me bleku, e si prapë këna me hargju, është sikur, për shembull që ati fëmijës rritën që s'ke investu në të, ja e pak ma shumë pare, po veç për një muj, i dalin ose i dalin ma shumë. Njëjtë ishte edhe me neve. Që ato pare kena milshu në konsum. Krejt veni, unë e pash paka shumë me ndëgjova dhe në emision tjetër me Moza Kusarën, ministrën, kom e shku të familjet e sënushme, kom e shku të ndoshta të pensionerat, me sa e di tha nëse zgaboj për këta të fundit, për nuk është se gjenë ven, nuk rritet si lule, se nuk mbjellë. është veç ujtje qatë për qatë, edhe prap e ndjellë inflacionin e ri. Nuk është zgjidhje është me ble kohën, për mos me pas rezultate të rënjes në vota. Kjo është këtë vota. Ta shembulli i fundit i festës pashkëve e ka tregu për kryeministrin që nuk e nje as njerin, as fen, në kuptimin po shkon e viziton dikant që i ka dhonë të nder. Ka mujtë më kona ditë shumë njerës që kam pas më vizitu. O vizitu dikush që ose jep të nder, merë pare, ose jep merë vota. Njona du të më konë. Pragmatizëm, profiterizëm i pastërt. Njëjtë ka më konë edhe me pakon 200 milion. Nëse rritet ashtu si që është paralembruar pra nga kesko çmimi i rrymës, si do të ndikon të kjo pastaj në aplikimin fillestar edhe për të hyrat maksimale më pastaj? Aplikimi është kry, tash me proceduri vjen vendimi i parë, jo vendimi, mendimi i bjen ose vlerësimi i zërejs. Tani është koha për komente dhe në fund bëhet raporti përfundimtar. Çka duhet me procedu tash është cili është vlerësimi i zërejs, e që me sa e di këtu ditë, me sa e kam po alo nuk ka dalë. Tash një koha 2 javë për komente, është ende herët. Po shtyhet edhe që mundësish sa ma vonë, një që po bëhet edhe me seanca në parlament, me të thirrë shumë pak kohë vonë, që mos me pas mundësi reagimi edhe mi ecë vendimet me numrat që i kanë. Është e njëjta strategji. Shpejt, pa pregaditje, propagandë. Shpejt, pa pregaditje, propagandë. Këshe po zhvillohet ky vend.
Zënjëmiri dëshiroj pak ndoshta të analizojmë edhe një çështje, të themi në një këndvështrim tjetër, për shembull ato ndikimin e krizave të ndryshme nëpër botë, të cilat po ndikojnë në ekonomitë botërore, po ashtu pastaj rrjedhimisht edhe tek ne, dhe hapat që po merren ose nuk po merren. Për shembull, kur filloi lufta në Ukrainë, filloi rritja e çmimeve të energjisë, por pastaj pavarësisht që ne nuk furnizohemi as me gaz nga andej, sido që të jetë çmimet u ndikuan në përgjithësi, por po ashtu kemi parë që edhe shtetet e rajonit kanë ndërmarrë masa të ndryshme sa i përket për të lehtësuar për të lehtësuar nga ndikimi i këtyre zhvillimeve, edhe tani pra çështja e luftës së Iranit që ndikoi. Si e shihni ju veprimet që janë bërë në vend, në Kosovë? Injorimi situatës, refuzim për konsultim, refuzim për bashkëpunim. Në çdo krizë që ka, është e njëjta parti, e njëjta ideologji, e njëjta strategji, e që është me thonë shumë e mos me bo kur gjo. Ta shpërrym për shembull si kena pas kapacitetet tona. Edhe kjo temë nështë është sërfol, për naftë nuk i kena pas as rezervat. Për 2020-ës nuk ka ligji për naftë për rezerva strategjike. Na o këndosh me pas 90 rezerva. Nuk përvoli për rezerva shtetënore, rezerva me cilat mundën janë edhe procedurat lëshuese në konsum. Për shembull, me një ditë për ditëve, shteti thot, në një vend tjetër, që për kaq sasi kena me lëshu naftën për filan kategoritë. Na nuk i kena as 9 ditë. Bele dyshoj që i kena 9 orë rezerva. Fati ka desh që jena në Evropë, edhe që jena vend i vogël, edhe që krizat nuk janë asisoj sa me pas efekt më të madh përveç inflacionit, e që është të godit më shumë. Po para se me më përmbyll këtë përgjigje, kisha desh me thonë që ka pas zgjidhje, edhe ka gjithë. Nuk jena pak, nuk jena dhe shtet shumë i ri, jena 26 vjetë mas luftës, edhe i kena pas praktikat ndërkombëtare çdo herë në dorë. Veç është mirë me tregu, me marrë vesh ky vend njerëzit cila është e vërteta, dhe mos me dëgju çdo send prej që flitet për qeverisë, po me pa pak edhe anën tjetër. Çdo herë ka zgjidhje. Jena edhe sot në si situata që për 3 muaj deri në 6 muaj kishim mujt me kfill edhe situata në sektorin energjetik, qoftë për naftë, qoftë për rrymë. Mendoni që ndoshta duke pasur parasysh edhe atë që ka ndodhur viteve të fundit, pra ndikimin e remitencave, mendoni që ndoshta është krijuar një perceptim apo si një varshmëri pra në pritje të remitencave, se ndoshta edhe kur të vi diaspora do të ndryshoj situata? E çliron presionin politik edhe social në vend emigrimi, që i përshtatet qeverisë, për mos me thonë që me vendet që me njerëzit që janë jashtë i jep shtesa e këto janë gjëra tjera, mirë po një qeverie si kjo i përshtatet se sa ma pak zhurmë, ma shumë taksa, edhe mos për shembull me një njeri që emigran s'ki nevojë me bajt përgjithësi që e ki në shkollë, që e ki në spital, që do në rrymë, që do në naftë, nuk ki nevojë. I pagun taksat, i pagun tatimin e shtëpisë këtu, edhe jena në rregull me këto. Mendoj që kjo e ka dembelu, pak a shumë edhe si me thonë, jemi mpi si shoqëni, që hajtë se mirë bëhet, hajtë se ketë janë konë shto, hajtë se sot nesër, po më për veti e kom shqetësimin kryesor. Nesër kom u konë edhe ma mirë, po s'kena me pas shumë njerëz. Pesho edhe në qytet është ma pak. Të mbesim edhe pak të çështjet e ekonomisë, më pastaj do dalim edhe tek disa tema të tjera. Keni ngritur si shqetësim ju disa herë edhe jo transparenca nga ana e Kekut për rezervat e Thëngjillit, dhe si antare e Komisionit për Ekonomi, a keni kërkuar zyrtarisht nga Keku informacione për këtë çështje, apo edhe ndoshta bordi të raportoj para Komisionit? Kek zërëja do të më ardhe në raportim para Komisionit, e jo Kek i raportan, duhet i raportojnë fakt Ministrisë, e ka njësinë hetimore Ministria e Ekonomisë për Kek. I kam kërku si nënkryetare Komisionit për Ekonomi, edhe si deputete, gjithashtu, kjo dihet mu, për se sa ka Thëngjill, se e di edhe për raporteve që i kam pas më herët edhe Kek, edhe ZK, që rezervat e Thëngjillit, do me thonë nxjerrja, nuk është në nivelin e duhur, edhe që kjo lidhet bukur mirë edhe me prodhimin, që unë kam dyshime, po informatat nuk jepen.
A njerëzve mundet më do kjo relevante me vetë, ose me pyet për thënë gjallë, po për mua është e rëndësishme se na tjetër sa në ndetje nuk kem. Na i kena thënë gjillën, na e kemi tripqen, e kemi kekun. Tjetër sa nëse ka dikush që mendon se kena tjetër pasuni, tripqen, kekun, edhe sa për vene kena pas, e kemi rinin. Për shto trihat foli. Për kekun, për tripqen, na ujve nuk kemi, po hajde ujin pelom se shkaku që rrymin atë pagu shumë edhe naft, ka qenë çështje që konë rrethon, ekzistenciale për neve këto kohë, edhe për emigrim. Këto janë çështjet ma kryesore, edhe në këto asesi nuk bëme munal informatat. Për shembull sot ministrja tha, e ki imunitetin për padi. Unë padi kom pas, padia ka ra. Dhe me thonë padia nuk është rëdzu, se s'ka pas vend. Se unë e flasë për një autoritet publik, në interes publik. Nuk ka kurrë personale, edhe nëse mendon ministrja që unë përshfryzoj imunitetin e deputetës, unë ma shumë kom folë emisione. Ma shumë është për përndjekje politike, sa me tregu që ka të ndohë. Unë e pës për thënë gjëlla e thët përshfryzën imunitetin e deputetës. 10 emisione kam që kom folë ma shumë se në kuvend. Ku është transparenca? Ku është thëngjilli? Ku janë pasunit tona? Është shumë e thjesht, po për një vend që kuazi totalitar, që mundohet me vendosa para shtetnor, ju thash sot që i kanë kap institucionet, se në ta demantojnë që si kanë kap, le ta demantojnë që se kanë kap zërëjnë. Pyeti sot njerëzit, sa i besojnë zërëjës? Edhe është e përgjigjen. Të shqyroj të dalim pak të sfera, të fusha dhe zhvillimeve politike në vend. Zënë Emiri, saj përket, pra është një çështje e cila ndoshta jo vetëm deputetëve, po mbar shoqërisë, është çështja e presidentit që porin në mendje edhe si mbi kokë, për shkak se janë edhe afatet kushtetuese, pra të cilat sipas gjykatës kushtetuese, nëse pothuajse brenda 2 javësh nuk përfundon procesi, atëherë shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Cili është qëndrimi i LDK-s, duke pasur parasysh që kryetari i LDK-s, Lumir Abdi Gjiku, është takuar me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti dhe megjithëse nuk ka marrëveshje, është përmendur që takimi ka qenë në frymë pozitive, nëse mund ta parafrazoj pak a shumë, duke lënë hapësirë edhe për një takim tjetër, të themi. Cili është në këtë pikë, cili është qëndrimi i LDK-s apo edhe i juaj si deputete? Pas konë frymë pozitive, kështu pas presidentin tash. Mundet mu thonë frymë pozitive, është ta që s'kam pas në konfrontim kështu frontal me qëndrimet e veta, po rezultate s'ka. LDK-s mundet me propozu president se i ka vetëm 15 deputat. Kje i vjen në vullnet të kryeministrit fatkeqësisht, se mu konë për pa të më t'jek shumë zhjith presidentin, edhe me ne që ma shumë kom e hupaj. Po kjo është çështje e tij. Pra, absolutisht nuk e një as vetëm përgjegjës, as partinë cilën e prezentoj LDK-n për zgjedhjen e presidentit. Kena bo më shumë se çka është në mundën për me diskutu zgjedhjen e presidentit, po tashbe është pushtet kuazi totalitar. Të ja krejt, ja heq. Heq pra. Nëse është kjo punë, ja me pas presidentin, e kryeministrin, e qeverin, krejt për një partije, heq. Pse? Ku është ideja, nëse s'ke mujt 6 vjetë me një qeveri me 51%, gati viti 6 tash, pse me dhonë edhe presidentin? Faktikisht presidentin e kam pas për njëtës parti, koalicion. Nuk e marrën prap. Pse me na bo një vetë përgjatë shumë, në fakt me përgjithsi, shtes për diçka që s'kemi mundësi me bo. Numerikisht edhe nga kretë që kemi ndorë. Po, me gjitha të bashkëpartiaku juaj, zotri Lutfi Azire ka përmendur si emër mes tjerash që do të mbështeste si kandidat kryetarin, pra Lumir Abdi Gjikun, nëse do t'ishte. Ju do të mbështesnit emrin e Lumir Abdi Gjikut? Për president? Po. Nëse kish pas më konë për kandidat për president, pse ju? Po, këto informata, besoni se ju sot e kom pyet para medjave dhe vetë kolegun Lutfi Aziri. Unë nuk jam ngjarje, se nuk është diskutu në grup parlamentar këtë temë. Nështë është së fund një rishtas, dje par dje, edhe që në grup parlamentar nuk është kumtu. Po një rast hipotetik,
që presidentit le tjetë i LDK-s, atëherë le tjetë i LDK-s. Nuk ka problem. Mirë, jem duke afruar në fund të bisedës, megjithatë dëshiroj të kthehem edhe një herë tek tema e ditës, pra kjo që nuk kaloi rezoluta e propozuar e LDK-s për çmimet e naftës. Çfarë hapa të tjerë mendoni që do të ndërmerrni për të vazhduar më tutje me këtë çështje, apo do të mbetet me kaq, pra? Rezoluta e LDK-s për naftë ka shpërfaq kështu bindshëm që gjithë prej VV-s, prej qeverisë, janë për transfere, për me tregu vetën që janë më shiruks, se që ashtu të dhe portretizojnë apo shpërndam kur së është të vërtet, por nuk e kanë hollën të jetesa jonë. Çka mujna me bot tjetër, e di që janë marrë në shkrimet i kemi dhonë gjithashtu, për një debat në përgjithësi për energji. Tjetra është për çmime tavan për produkte. Mundet me u bë edhe një tryez me shoqatat edhe për mbrojtjen e konsumatorit edhe odat, komunësi, po për te i kësaj është kjo që është, numrat janë çka janë. Mendoj që jemi të bu mjaftueshëm, bile shumë ma shumë se kaq për me tregu që është realiteti, edhe po shihet vetë. E ma e men vitin e kalum shumë pak ka pas kritika ndaj çmimeve të ushqimit, sot është shumë ma shumë. Edhe nuk mendoj që asnjë ligj mundet me nal inflacionin në normën që është. Zonja Emeri, faleminderit shumë qartë. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, këtu edhe po përfundojmë bisedën me